Përshëndetje dashur miq, mirë se vini në Elevate. Kam kënaqësinë t'ju njoftoj se ky emision sponsorizohet nga Lajthiza dhe Ring Center. Sot kam ftuar një aktor të njohur, gjithashtu shumë aktiv në çdo kauzë qytetare, Neritan Liçaj. Përshëndetje Neritan, mirë se vjen në Elevate. Floriana Shiknesi. Unë në fakt kam qenë fanse e jotja, si shumë vajza të tjera, kohë më parë kur filmi i famshëm Unë ti dhe Kassandra u shfaq në televizion dhe bëri namin. Dhe besoj që me sa kemi folur dhe më përpara, ti në atë kohë përballe me atë famën e vërtet. Megjithëse arrite ta menaxhoje mirë për faktin mësova. Që ishe disi më i pjekur edhe. Po edhe kjo ka të bëjë shumë. Po edhe vetë mënyra se si jam edukuar. Po. Do të thënë, familja ime është familje tradicionale, ka qenë të ndjerët prindët e mi kanë qenë njerëz, familja, puna, edukimi, shkollimi, pastërtia, do të thënë kanë qenë njerëz shumë, pavarësisht se ishin komunistë, ishin në thelb, nuk e dinin as vetë pse ishin komunistë, po ishin konservator. Dhe unë dua të ndalem pak te kjo, ne do bëjmë një rrëfim dhe dita ta menaxhoj, më ndihmoj dhe familja për këtë. Po, për gjatë kësaj bisede, edhe kësaj bisede do thosha tamam. Nuk do ta quaj intervistë, po bisedë të lirshme. Janë më të këndshme. Edhe një lloj rrëfimi të jetës tonë. Ti vazhdimisht prodhon analiza, mendim publik, edhe mua më pëlqen edhe të kam ndjekur shpesh, por rrallëherë të shoh një rrëfim të mirëfill të jetës tënde. Dhe do doja që njerëzit ose ata që të kanë ndjekur në vite të njihnin dhe historinë tënde për gjatë viteve. Është një histori. Ose mos edhe brezi i ri, ose brezi i ri nuk është se ka kaq shumë ose futet të hulumtoj. Brezi i ri ka një çik vështirë të kuptoj deri në fund, unë e shoh me djemtë e mi që janë të rritur tashmë, 22 vjeç dhe 20 vjeç. E kanë vështirë ta rrokin atë periudhë. Kurse ata që janë brezi im gjejnë shumë të përbashkëta me ne, sepse që themi të vërtetë ne kemi qenë një brez i humbur në një lloj mënyre. Domethënë ne jetuam në një diktaturë të egër, e cila nuk na lejonte as të krijonim koncepte demokracie fare, një bunker me një rojë vdekje aty që ishte sistemi. Dhe ne nuk dinim që ishte demokracia, mirë fill. E mësuam kur vajtëm në emigracion e tjerë. Atëherë fillum të kuptonim, sepse demokracia është një mënyrë jetese e kupton duke jetuar, me teori është çik vështirë ta kuptosh. Po ndërkohë ndalimin çik aty te fëmijëria, aty kur ti nuk e kuptoje se çfarë ishte demokracia. Si e mban mend atë pjesë? Tregoj një detaj shumë të bukur. Unë kam filluar shkollën me penë dhe me kallamar. Kam filluar në 75-ën, me përparset, me jakat e bardha, me çantat e bukura, edhe vemi ditën e parë në shkollë, në një shtator, atëherë fillon në shtator, bëhet ajo, po themi, një lloj solemniteti që i kishte ai regjim ato, foli drejtoresha, më fal. Dhe sigurisht na uroi dhe ne të rinjve që sapo kishin vajt shkollë, klasa e parë, 4 klasat e para, A, B, C dhe D. Dhe doli komandanti e qetës që ishte vajza me rezultate më të mira, me sjelljen më të mirë tjerë, që tha, je parollën e famshme, pioner në luftë për çështjen e partisë dhe të popullit, të jeni gati. Dhe gjithë obori o shtiu te Sabodin nga brani, gjithmonë gati. Dhe ke parasysh i vogël ca gjëra të ngelen në kokë dhe nuk. Dhe unë jo trëmba, po se kuptova çfarë do të thënë se isha fëmijë, 6 vjeç. Çfarë ishte partia, çfarë ishte nuk i dinim fare. Më vonë pastaj në shkollë na i futën në sistemin shkollor. Edhe vete në shtëpi, vjen i mati lodhur, i mat ka qenë ushtarak, vinin të dërmuar se ushtria ishte e rëndë. Edhe të kishim babi si kaloi dita e parë shkollës, se kështu kishim siguri, vinim nga shkolla dhe s'na prekte njëri. Po. Këtë e kish. I thash unë, mirë babi, i thash unë, po ba, i thash, çfarë do të thënë pioner në luftë për çështjen e partisë dhe të popullit jeni gati? I mat ngeli, ç'të më thoshte dhe më tha, ta shpjegon babi kur të rritesh edhe ca. Tipike kjo. Ç'a do t'i thoshe një fëmijë çështja e partisë dhe e popullit. Mirë dhe popullit, hajde më patriotizmi edhe mund ta kuptonte një fëmijë 6 vjeç. Po çështjen e partisë ç'ti kuptonte një 6 vjeçar. Por ata ti ngulin që në lindje ti ngulin në kokë ato gozhat ideologjike të cilat detyrimisht ta bënin jetën të vështirë. Dhe më tej, brezi im pastaj psoi tranzicion, që brezi i revolucionit, unë kam qenë dhe student dhjetori, hypë manijeve, armik i popullit, sigurimi i shtetit, gjitha këto që kanë kalu shumë nga brezi im. Po ndërkohë përpara se sa të shkojmë këtu, mbetemi edhe një çik tek fëmijëria dhe te familja. Ti je rritur bashkë me prindrit, babi ishte ushtarak dhe mamaja ekonomiste lartë. Ekonomiste.
Ç'do të thotë ekonomist e lartë? Si të thush sot, nuk e di sakt fare, se në ekonomia jam një qytë. Okej. Por si me thënë sot, shef e financash. Kuptoj. Okej. Dhe me Që motrën. quaj atëre? Dhe me motrën. Po. Okej. Motra iku shpejt, në fakt, se u martua. Iku shpejt. Dhe ne kemi diferencë goxha me njëri tjetrin, kemi Sa më e madhe 9 është? vite diferencë. 9 vjet. Po, unë me vllajën tim kam 7 vjet dhe në fakt është e vërtet kur ke diferencë nuk është se lidhja është Jo, lidhja është po ajo hiku shpejt, sepse u martua dhe në një lloj mënyre kur shkon në shtëpi tjetër largohesh pak, pavarësisht se ne atëre vizitat e gjërat i kishim, tani nuk ekzistojnë më, atëre ishin, po prap nuk jem në një shtëpi. Kur isha në një shtëpi kisha raporte shumë të forta se bisedonim ore sekond me njëri tjetrin. Më ndihmonte, më bënte, më jepte një libër, hajde do shkojmë me motrën kinema, ajo ka qenë e prirur ndaj arteve, dhe faktikisht është një nga shkrimtarët më në treg botror tani. Okej. I botojnë libra deri në Japoni. Dhe ajo në një lloj mënyre ndikoi shumë fort Po. tek e më vonshmja imja. E kuptoj, patjetër, edhe ndikimi është aty sepse kur je i vogël i përthith të gjitha ato gjërat që thuhen, edhe më vonë duket se të vinë që ti përdorësh, po ti vetë ke lindur në Tiranë dhe familja jote prindet e rritën familjen në Tiranë, po vetë nuk janë nga Tirana. Jo, apo jo? babai ata janë lindur në Lumin e Vlorës, në Malsin, në Labri. Okej. Të dy kanë lindur para luftës së dytë botërore. E mbanin mend luftën e dytë botërore, do me thënë ime më ka qenë nga Vranishi, Lumi i Vlorës, njëri krah me tjetrin. Kur shkon sot në Lumin e Vlorës është Vranishti, Tërbaçi Vranishti që janë në të djathtë kurvete, dhe Smokthina dhe Ramica që janë në krah të madh, brataj Smokthina Ramica e tjerë. Dhe ti shkoje tek shtëpia e gjyshërave? Shkoja se s'bën. Gjyshërit zbrit data. Se kanë qenë familje patriote, xhaxhallarët kanë luftuar dhe me mbarimin e luftës në një lloj mënyre ai sistem ja u njohu vlerën, i futin nëpër shkolla, siç ndodh dhe me ushtarët amerikanë sot, kur mbarojnë shërbimin, familjet e tyre janë të privilegjuara nga shteti sepse ata kanë luftuar për atë dheun. Dhe e njëjta gjë ndodhi praksisht, por ishin gjithë fare fiset ishin nëpër fshatra. Dhe ishte lumturi e madhe në kur shkonim në fshat. Dhe këtë gjë unë kam edukuar edhe fëmijët. Ishe ti djalë studioz? Po. Ishe. Po, kam qenë te shkolla. Kam qenë çamarrok. Okej. Mistrec në njëherë, por kam qenë i edukuar dhe mësoja shumë mirë. Bënim prapësira, se ishim fëmijë, siç bëjnë dhe sot, nuk e se kemi një ndryshim të madh. Vetëm se atëherë ishte tjetër gjë. Çfarë prisnin prindit nga ty në atë kohë? Po gjithmonë prindi pret që fëmia të jetë më i mirë se ai. Vërtet. Dhe ka pas një dyfishim në familjen tonë. Mamaja, si të gjitha nënat në botë, kanë gjithmonë dëshirën të kontrollojnë jetën e fëmijëve, qoftë vajzës, qoftë djalit. Kurse babi ishte më liberal për atë kohë, ai nuk diktonte. Për shembull, mbaroja klasën e 8, unë isha edhe një kurs vizatimi në Pallatin e Pionerëve, e kisha qef figurativin, dhe faktikisht aty u futën të mesme. Dhe i me në ato problemet e saj prej nënë o bobo djali, o bobo se djali vetëm. Po. Edhe i thot babit, ja pa ti thënë disa herë, po një ditë që isha dhe unë, një mbrëmje që isha dhe unë në shtëpi, i thot, zja, i thot, babi ushtarak i lartë. Kë nuk njifte gjithandej. I thot, zja, ta fusim shkollë Skënderbej djalin, se njeh ti dhe do ta rregullosh mirë. Merr akuj nënës, çdo nënë ka këtë, dhe nënat shqiptare akoma e kanë këtë gjë, nuk e lënë fëmijë. Shkolla Skënderbej çfarë bënte atëherë? Oficer. Shkollë, okay. Shkollë e mesme ushtarake. Dakor, për ata që na ndjekin dhe nuk e dinë. Dhe i mat që e pa kështu, i tha, kam bërë në gazerm, tha sa 300 breza, gazerm kuptim në ushtrisë, që 300 breza mas me, jo, tha djali do zgjedhi vetë. Dhe ishte gjë shumë e mirë, sepse në fund fare, mua më rezultoi shumë mirë, e para, e dyta, atë liri që ne nuk na jepte sistemi, se i qikë të rriteshin flokët vinte Fronti Demokratik, të është qetur se e bërë bobolesh, ku unë 2 javë përpara ishe qetur. Ashtu, a? O, qike këto pantalonat vinin në pensionistët. Të ka ndodhur ty? Që në ndodhë të gjithve, më nuk guxonin të arriti që tani janë super gjatë. Tani me këto flok, mua do të çonë në shkollë korrektimit atëherë, kështu quhej. Shkollë riedukimi, që ishte burg minoril. Dhe kur të thuaj kështu ti duhet shkoje të prisje. Po duhet shkoje se të fillonin mbledhjet në Frontin Demokratik, do thrisnin prindit e, do thrisnin pse se ke edukuar djalin mirë, i madhi shkreti ishe tërë ditën reparti ziu, kur vinte i binte pjata, ai koka mbi pjatë. Domethënë absurditete, por ky ishte sistemi. Dhe ti detyrimisht të shkoje të qetë se s'do durojë
rryqon pensionistin për çdo mëngjes qetho zja, djalë jot kështu dhe s'donin dhe ata të dëgjonin, ishin të lodhur nga punë, nga gjërat, edhe nga sistemi psikologjik lodheshin. Se ushtria e kishe pranuar ti këtë sistem? Jo, nuk e kishe, ishte i vetmi që njihja. Derisa më vonë që fillon kuptoni çik më tepër që shefi çik italian, shofi çik dy slavi, fillon dëgjon çik rock and roll, fillon shef që prit njerëz se bota nuk është kjo e ngurta jona ku çdo gjë t'imponohet, por ka dhe fillon krijon në mënyrë autodidakte dhe të palogjikshme një lloj koncepti të gabuar për demokracinë. Kur kemi ikë me anije, ne demokracinë e kujtonim kështu që do shkojmë atje sa të vemi Chelsea e Ferrarit në dorë, vilëm në sa pishina e do, pare, të dashur, kështu e kuptonim lirinë, që mund të bëhet çfarë doje. Ndërkohë që atje, duke jetuar, kuptuam që jo. Demokracia është një diktaturë, në kuptimin e mirë të fjalës, ligjore, ku ti ke të drejta, por ke dhe detyrime. Absolutisht. Po, unë dua të mbetem dhe një çik aty tek përzgjedhja jote e liceut pastaj, që u përfshive dhe u futen në lice, pra nuk zgjodhe rrugtimin e babait tënd, dhe aty fillove, po thoshe që filluam që të kuptonin pak më shumë se çfarë bëje jashtë. Përmes italianit. Tani ma përshkruaj pak atë pjesë, ma përshkruaj se për brezin e tanishëm kjo është e paimagjinueshme. Është e paimagjinueshme. Shiko, liceu mbaj si shkolla më e degeneruar e Tiranës. Dhe kur ishte e Tiranës ishte. Ti e zgjodhe? Jo se ishte po. Konkurova, fitova, hyra me shtesa në fakt. Nuk kam qenë shumë i zoti. Domethënë unë hyja te mesatarët, te mediokrit. Dhe kur konkuroje, çfarë duhet bëje? Bëje një vizatim me laps, ti jepeshin ca modele, futesh. Si provimet e policisë tani, ata të fusin në një studio, të vinin një model, ishin këto lulet në Allçi, që ti do i vizitoje 4 orë në një telajë, që ta jepnin ata, kishte seriozitet, kishte shumë seriozitet. Dhe liceu ju se ishte i degeneruar, se nuk ishte i degeneruar, por gjithë mësuesit tanë ishin më liberal, ishin artistë. Pra nuk ishte kjo, dhe ajo të jepte një frymëmarrje lirie, më ndryshe nga gjimnazet. Tani, mësuesit ndikojnë shumë tek psikologjia e një adoleshenti. Nëse prindrit kanë qenë sigurisht të bromosur me atë sistem, me atë formë dhe kishin ato pritshmëritë e tyre, atë shtynin mësuesit drejt diçkaje tjetër më të madhe apo të shtynin me shumë kujdes. Okej. Sepse rrezikonin dhe ata, spion kishte gjithandaj më tepër të artet se ne ishim sektor ideologjik. Për të konkuruar aty dhe në institut të larteve më vonë, kushtet ishin duhet ishte mesatare mbi 9.3 dhe duhet të kishe PPSH-n dhe gjulletërsinë mbi 9 patjetër. Sepse ishte sektor ideologjik. Dhe nga pikpamja politike trysnoheshe shumë. Pra kontrolli ishte më i fortë se në Polikum. Polikumi ishte më tepër shkollë djemsh populli. Pra ishin më harakat, një në kuptimin e keq fjalës harakat, se s'kishte harakat. Ishin më popull. Si mbanut ato vitet e liceut? Kanë qenë vitet më të parushme të jetës time. Dhe vazhdoj, miqtë e liceut janë miqtë e mi të përhershëm, të pandashëm që gjithmonë jetojnë me mua këtu. Kush ka qenë brezi yt në atë kohë? Unë jam futur në lice në 83-shin dhe kam dalë në 87. Domethënë, ju nuk i njihni sepse nuk u bën. Ata i kapi u futën në institut për figurativ, unë pastaj kalova në Artskenik, po prap një godin ishim dhe i kisha për ditë aty. Mirë po, hyri tranzicioni, 90-a, shumica ikën dhe asnjëri nuk arriti dot të bëjë me përshtim të Jul Muçollarit. Një miku tim të tjerë, pastaj ndoqën rrugë të jetës. Artan Gaçin kam pas në kurs, në lice, që ish deputetin e PS-s. Ndërkohë, ju shikonit këto televizionet slave dhe italiane, si kanë qenë atëherë me kanoqe. Me kanaçe. Ka qenë kanoqe e famshme, unë kisha shumë të mirë, sepse i mate bëri te uzina e lokacionit. Që ishin radarët, e bëri, ja bën shok të vetë, kishte shok, po kishin studiuar ja bën shumë të mirë. Kjo ka qenë kryevepër. Ka qenë kryevepër. Një herë se shifte i mat, nuk e mbaj mend sakt tani, edhe i them, baba, mos e ti plenium, ku dëgjoj nga këto budalliqe që ne nuk i shihim fare. Edhe i them, baba, pa zotin, edhe jam mon më me këta, po mos më pirë, tash mos fol. Kujdes, kjo që porosia e prindërve. Sa herë dilin nga shtëpia, keq qen mami mos fol. Keq qen mami mos fol. Keq qen babi e di veti, babo, gojën. A flisje ti? Jo.
Pra i ndiqe porosit. Jo, i ndiqe porosit, por kisha mendimet e mia të tjera. Ore çama rroklliqe këpustim neve sa dush. Kështu në zë, moca zeze tjerë. Dhe i them babit, baba, këta do shohim pa i zonë, ama ose të njëjtat gjëra thon për herë. Si Rama tani, të njëjtat gjëra thoshin. Vërtet, ky është fakt. Thotë, po duhet i shoh më bab se mund të shihem edhe komunistët e komandant bataljoni. Duhet i di thjesht për informacion. Mona, mirë, tha, hajde, mlamu, kano që ishte aty, mori një libër dhe vajti kanë thënë mirë, shif. Edhe se që po jep të dy Shqislavit një idiotësi pa fund. Edhe vjen babi një moment për të pirë ujë në kuzhinë, nuk e di aty ku, kuzhinë e quanim atëre sallonet. Ato që quhen sot Sogjorno, edhe vjen atë shef dy Shqislavit një program idiot. Edhe më thonë, se kishte burë për morë, emër birë, tha. Ty të dve dy Shqislavit 2 orë, një gomar që ha barë, ti rre shef se është gomar jashtë. Dhe ishte vërtet, ishte një program idiot, do më thënë që... Por ishte e vetëmja dritare që ne kishim. Italiani pasaj ishte mrekulli, sepse italianët e programin e kishte më shumë sofistikuar, rajt, kishe pranë rajnë, unë e kam gjuar më vonë, mas 90-ës, një gazetar gjerman, që ti di si janë gjermanët, do të thotë që ju keni fat madh që keni rajnë afër, që Gjermani nuk vlerëson asgjë më tepër se vetja vet. Dhe raj. Po ndërkohë, pastaj ndryshimet e viteve 90, si të gjetën ty? Në gjetën mes një tallavie të madhe, unë kisha një problem të madh sepse ime motrën në 88 u arratis. I këputi një të ikur. Shpëtoi nga një burg i madh me rojë vdekjen. Iku. Ishte diskutuar një herë në familje? Asnjëherë. Kur? Pra ajo thjesht iku. Ne të gjithë na kapit pa përgatitur. Asnjëri s'ja merrte mendja që do e bënte. Asnjërit. Ai një ditë bukur e çoi shteti me punë, aty takon këtë që ka për burr sonte, ikim, ka ikë me dur xhepa. Rrezika s'vet se ka menduar gjatë, ka qenë një shkëndije momenti, nuk e biseduar kurrë për këtë moment. Si ju a tha më vonë, pastaj që unë nuk thehem. Nuk e kam ngacmuar kurrë këtë gjë me ty. Ne bisedojmë për çfarë do lloj gjë, këtë temë nuk e kemi prekur kurrë në bisedat tona. Pse jo? Mbase kemi dashur edhe ajo edhe unë ta ruajmë si një mister që ndodhe dhe kaq mbase. As unë se kam pyetur ndonjëherë, as ajo s'ma ka hapur ndonjëherë. E vuajtëm prindrit këtë? E vuajtëm të gjithë. Sepse llogaritej që ne të mos e shihnim më kurrë. Përveç persekutimit, që nuk është se u persekutuam, të them drejt. Pse? Po sepse kishin rënë dhëmbët regjimit. Por sigurisht mua më ndaluan shkollën, ishte sektor ideologjik, prindërve u hoqën testrat e partisë dhe u klasifikuam armiq të popullit. Dhe kjo ishte gjëja në dhjetor, sepse atëre ligji edhe për njohuri të spektatorëve ne mësuam nga halli, ligji i azilit politik dhe Zvicra shqiptarëve u jepte për një herë dhe atyre të Kosovës. Në sekond, nuk e diskutonte, nuk e shqyrtonte fare. Ka qenë që vendi që jepte azilin duhet ta merrte azil kërkuesin dhe ta ballafaqonte në ambasadën e vet. Zvicra nuk ishte ambasadë shqiptare dhe kanë vajtur në Austri. Elvira Vierin ndjes pas e ka pasur lawyer, ka pas një zyrë avokatie në Lugano, një zyrë avokatie shumë prestigjioze, dhe momentin kur zyrtarizohej pra personi që kërkon azil politik në këtë rast me motrën, e thot në ambasadë që po, kam kërkuar azil politik, atëherë ai shpallet si azil kërkues tradhtar i komit dhe familja, ati s'kan që t'i bëjnë, se ishtë në mbrojtje totale, por familja klasifikohet familje armike e popullit, po ishte shumë e rëndë, se sot duket një gjë kështu, po... Ndryshoi jeta juaj nga kjo? Po sigurisht që ndryshoi. A ju shikonin ndryshe? S'të flisin me gojë, një ditë përpara kishe qesh, kishe lut, kishe bë gallat, humor pa fund, kishe pirë edhe ndonjë peke farneta, konjaka, kishe ndezë cigare me shoqërinë, të nesërmen të shkretët se unë nuk e vija faj. Merrnin kthesën shumë pak që ndruan kuptimin, edhe fisi, sigurisht, fisin dhe i pratë, lebër, por shokët miqt i dhanë çik indietro, se kishin frikë. Kështu që kur erdhi pastaj lëvizjet e 90-s, ju sigurisht që i mirë pritët se menduat... Sigurisht, sepse unë isha i vdekur se i vdekur. I matë më thoshte, sepse i matë i njifte shumë mirë sistemi, kishe dalë në pension, që përpara se ta rrethisej motra. Thoshte tani mos zil. Iko, bab, na ka ardhur majtunës. Shiko, bab, tha, nëse çmenden, se regjim diktatorial ishte ai, ti nuk e di kur si do reagonte. Dhe flitej që ishte edhe krau radikal, që ishin për ndërhyrje të zunshme, për të vrarë njerëz shkurt muhabeti. Që ofse jepet urdhri për zjarr,
do qëllojnë mbi ty të parin, do më thënë mbi ju, dhe do fillon të propaganda armiku i klasës që donte të rrëzonte diktaturën e proletarit. Pra ti e haj pari. Studentët jo dhaj, se studentët mirë keq ishin me biografira të mira. Po. Sidomos ata nga rrethët, që ishin fëmijë kryetarësh komiteti, fëmijë burokratësh, fëmijë kryetarësh kooperativash, u shifej biografia atëherë. Shifej biografia kur vjen në shkollë të lartë. Dhe pra kishte frikë si prind, frika e parë që frika për jetën e fëmijës. A e ndoqe? Dhe një moment jo. Jo. Pra ti isha aty. I thash, bab, unë i vdekur se i vdekur jam, i thash. Se me atë sistem unë isha i vdekur. Do sa joni në intrigë në gjë do më kalbë një në burg më vonë, do përfundoja punëtor më në një uzina, më në një fabrika, më në një kanala, ku e di unë se nga në bujësi fare, sepse armik i popullit, dhe do martoheshe me një vajzë të klasës tënde, dhe do ishe edhe fëmijët e tu do rriteshin si sklever, si njërës qëlluar me shpullë aty në vath, ashtu ishin një gjithë shqiptarët atëre, pak të privilegjuar vërtet kishte, por këta ishin shtresa më e denigruar. Dhe unë këtë i thash babit, unë s'kam qëto në bazë, bab, unë i vdekur se i vdekur jam. Më mirë një fundi të mërshëm se i të merë pa fund. Absolutisht. Dhe pastaj sistemi ndryshoi dhe si ndryshoi jeta juaj me ndryshimin e sistemit? Po, tash ndryshojnë qik si mirë, sepse ne kishim një bazë të këcilin më shteteshim, i me motor ndimonte ekonomikisht. Vllai u vesh me rroba të reja të bukura të jashtme, u bëjulli bukur. Kur u ritakuat me motrën? Shumë shpejt, që në Elvira do vinte në Shqipëri. Erdi i shoqi, erdi Vasko me një se ish gazetar. Erdi bashkë me grupin e xhirimit. E tash kishte qyfyre madhe se Shqipëria ishte drangull, ishte shumë e varfër, dhe të kishe lek, s'kishe më çat bleje, dhe të gjitha gjërat që do i përgatisnim darkën Vaskos, Elvira na i dërgoi me post. Kur e vepër, a kupton? Bukur kjo. Kur e vepër, po s'kishte më nuk gjeje dot dhe në tregzi, se ishte varfëri e madhe. Ja do gjeje një kile mish në një pul, në një gjop. Tash ne do presim dhëndrin, po na vinte për herë të parë në shtëpi. Erdi, kishte gatuari me mëç, të them, aty bukur se ka këto detajet e bukura që të mbeten në mendje s'harrohen kurrë. Kishte da bukur erdi Vasko, vajte e prita u të dajti, se s'kishte mos, s'na bote do të më gjotë sigurimi. S'na bote do të më gjotë, hynim ballapur, se kishim dhe në një frank që ne kishte dërguar motra, pinim dhe në një kamparin atje. Të tjerët s'kishin, vetë ata që kishin hyrë me ambasada, ata po ishin pak. Edhe marrë e sjell në shtëpi unë Vaskon, bukur u takuaj shkretin, sepse Zvicër italianë janë më ndryshe se Zviceranët, Gjermanë dhe francezë. Gjithsesi prap Zvicër, fuqia ekonomike ishte aty. Patjetër. Kështu që ju. Edhe filluam ne shumë bukur, ikën dritat. Wow. Vasko tash që thoshte me qirinj. Sa bukur thoshte, se perëndimor, sa bukur, una c'era lumi di candele, che romantico. Po romantiko. Mami me babin e shivi, qarë tham, mua se tham i zdit, as babi italisht. Thot sa bukur, thot se pa drit, shpa bukur, pa drita, në kësha ardë majtë unës ka i ke dritave. Kurse atë hi duke i bukur. Fe, s'ka gjë thoshte që i ke dritat se shbukur me qiri, po i ko Vasko, lala. Neritan, ti Dhe pasaj, ta lash për gjysëm, i tha Elvira, do vi, i tha babit në thënjë, ishit prit, i tha babi. Mos unë zitoj, i tha sepse janë akoma këta. Ishim po prapa ta, qeveri e majt, Ramiz Alia president. Kjo nuk i dje qanë do të bab, nuk kanë qatë më bëjnë, i tha, jo, sepse jam pashaportë zvicerane. Nuk ka perënditën preki se fillon luftën Zvicra për këto gjëra, në kuptimin bën një rëmuj diplomatike që s'din nga të shkojnë. Por babi tha, prit, bi, tha, prit edhe pak, duro, këtu jemi. Dhe vajten ata të parët. Vajtëm ne të parët, pasaj erdhi Elvira. Era e ndryshimit ndihej edhe sigurisht Shqipëria shkoi pastaj drejt demokracisë, po ti zgjodhet të qëndrosh, edhe pse e provove emigrimin për një kohë të shkurtër. Një vit e gjysmë. Në Torino, Piemonte. Me anijen Vlora. Po, nuk ndëjta, se eksion e dyta ata e kthyen të tërin. E kthyen të tërin. Pra ti ndenja rreth 2 javë? Jo, 5 ditë. Pra 5 ditë. 5 ditë në stadiumin e tmerrshëm të Barit. Qofse në një ditë do kem shumë lek, që s'ka për të ndodhur, do bëja një film vetëm për atë stadiumin Bari. Ajo është një tragikomedi e madhe, është një tragjedi e mrekullueshme. Pse? Sepse në absurdin e vetë. Në një dëshirë të marrë për liri, se ne iknim nga burgu, se ishë 91 që prap këta.
Njekim nga burgu, po ne edhe nuk dinim që kërkonim. Vetëm t'ikim, t'largohemi nga ky burg. Dhe atje nuk dinim asgjë nga demokracia. Dhe nuk dinim as çfarë kërkonim. Ata të mbarësit Italia i mbajti. Valën e dytë nuk e mbante dot më dhe na kthyen. Dhe zhgënjimi pse na kthyen. Zhgënjyese atë. Dhe zhgënjyese, sepse u kthyem. Në fakt, eksodi i parë mbajti qëndrim shumë më të mirë njerëzikën. Këta dytët shpartheu qelbi. Çfarë s'ka ndodhur në atë stadium? Çfarë nuk ka ndodhur? A i kujton ato 5 ditë? I kujtoj nga kështu nuk harroj asnjë sekond. Aq marrëzi ishte. Marrëzi ta quash pak. Kur u kthyet pastaj, e mendove me një herë të shkoje prap apo Jo, unë ditët që u ktheva kam qenë shumë mërzitur. Vjen një grup italian i që quhet Pegasos, Mimo Ligure, një nga gazetarët më të mirë investigativ të atëhershëm, burr me thënie, një burr shumë fisnik. Dhe bën një speciale për të kthyerit nga eksodi. Takon një mikun tim të shkollës, filo italian, dhe si janë shqiptarët, italianët janë muhabetit, kemi ardhur për këtë, kemi intervistuar mor punëtor, mor fshatar, nuk kemi intervistuar asnjë student që është kthyer nga stadiumi, nga eksodi. Dhe kam unë një shokun tim të kursit. Pyet a do apo s'do, vjen Genti më thotë unë, Nero, është një grup italian. Ti ke qenë, ke dëshirë të japësh një bomba tjetër. Dhash intervistën, ndër pyetjet ishte edhe njëra që përse kërkoje të vijet në Itali. Për të studiuar dhe punuar, siç bëjnë gjithë fëmijët perëndimor sot, që edhe punojnë edhe studiojnë, edhe të mbarë shkollën, sepse unë më kishte mbetur shkolla për ca provime. Okej. Ose jo, më saktë do më mbetej më vonë. Këtë e kishte dëgjuar një presidente e një shkolle private në Itali, të mesme, superiore që i quajnë ata. I kishte bërë përshtypje intervista ime dhe unë. Kontakton gazetarin e Rajt, i merr adresën, se ne numrat e telefonit edhe adresat i shkëmbyem me gazetarin. Dhe kur një ditë të bukur pa pritur, mua më vjen një letër, një letër e bukur nga kjo zonja, Trabuco, që unë i thosha mama e dytë, sepse ishte një njeri jashtëzakonshëm, dhe më bë vërtet si nën në Itali. Edhe ku i thosha po, fundi i letrës që unë s'po ta them të tërën, po fundi i letrës që nëse i mbetesh atij mendimi që ke thënë në intervistë, unë kam mundësi të ndihmoj që të realizosh ëndrrën tënde. Po. Kështu që të lutem, më jep konfirmim në vazhdon ta kesh atë mendim apo ju shkuan një 20 pora kështu. Po, me telegram, se kishte vënë numrat e konto. Telegram, letër, telefoni që i vështirë ta merrnim ne çiktej. Po. Por mori ajo më vonë. Mirë e bukur, më kërkoi fotokopjet pasaportës, drejt shejtan. Pra ti shkove si zotri? Po, ajo fut sepse do të shkonte një në Ministri të Punës, pastaj Ministria e Punës t'ia kalonte Ministrisë së Jashtme që ty të jepë viza e punës. Pra unë shkova me permesso soggiorno, vizë 2 vjeçare pune. Dhe kjo erdhi nga kjo intervistë që ti dhe? Nga ajo. Interesant. Ndërkohë që shqiptarët e Çëshirë shklyeshin për të marrë permesso soggiorno. Po mirë, domethënë ndieshe me fat. Histori hirusheje. Okej. E imja ishte vërtet histori hirusheje. Dhe unë nise për t'u kthyer apo unë nise për t'u kthyer? Unë nisa për këtë gjë. Që të vazhdoj. Në fakt, Torino nuk të jepte shumë shanse për arsimimin tim, sepse Torino ka një universitet shumë të mirë teknik, por nuk shquhet për arte. Nuk se ka një shkollë, kurse kishin dhe kur unë shkoj e thoshte kam marrë vitin e tretë të akademisi thosha ose Instituti i Lartë të Arteve se merrnin vesh ata. Dhe në fakt atëherë ishte kthyer emri, ishte bërë akademi. Gjitha kurset më thoshin je tepër i përgatitur. Ashtu. Po sa ata ishin kurse për amator, kurse unë isha pothuajse profesionist. Kështu që nuk të jepte shumë shans Torino për të studiuar në degën time. I kishe filluar ti ndërkohë shfaqet në Shqipëri edhe punën edhe... Lash për të ikur, lash shfaqjen Ricardi III me profesorin tim të dashur Agim Qiriaqi, që isha edhe nga studentët e tij të preferuar, kisha dhënë një alamet roli Kedzbin. Dhe unë detyrova ta lë shfaqjen pa e nxjerr sepse ik më tha, merr edhe keq, thash profe, ik tha birr tha dhe mos e zgjat fare. Se më doli viza. Ik tha dhe mos e zgjat fare, tha, unë turoj ta bëj, nuk prish punë, tha, unë e rregulloj, marr një aktor tjetër. Italia nuk ishte ajo që prisje ti. Jo, Italia ishte shumë mirë. Italia, sepse ne atëherë shqiptarët shiheshin me shumë dashuri. Dhe nuk kishim filluar nga budallëqet. Emrin e shqiptarëve nxiu në 96-97, skafet, bandat. Këto, se në fillim ne na prisin dhe italianët, duke qenë se është një popull që
është mësuar që në kohën e Romës lash me të ndryshëm, janë populli, jo se s'kan, po janë populli më pak racist në Europë, krahasim me vendet e tjera. Është vërtet. Sepse janë mësuar që nga Roma ata kanë qenë kozmopolit që atëre. Shumë mikpritës, është vërtet. Por ka racizëm, nuk është se nuk ka. Dhe ne na donin, domethënë prapë ishej huaj. Domethënë të ftonin në kinema, në disko, hajnë në Calceto, në gjita në montañe, se Torino është edhe qytet afër maleve, vdesin ata për të dalë nëpër male. Domethënë të ftonin, ishe mik me ata që eshin, po prap në fund fare ishej huaj. Po ti ndërkohë nuk gjete veten nga ana profesionale, që vendose që të nuk u ktheva për këtë arsye. Cila ishte arsye? Erdhi Berlusconi I parë kryeministër. Dhe Berlusconi filloi të keq, edhe ra për 8 muaj. Faktikisht I shpalli luftë anjelëve. Edhe rajt. Mi pa anjelët atëherë ishin dinasti shumë e madhe. Shumë e madhe. E Berlusconi ishte minoren në kuptimin financiar të potencës. Ishin të 8 në botë anjelët atëherë, l'avocato. Dhe bukuraqe se kishte noterin si për neshkar 2 herë, dhe u lamësimi kur erdhi avokati, dolën gjithë nxënësit dhe profesorët të shihnin avokatin, nuk I pa mazi, pa vetëm ai se I rrethuar. Edhe talleshin edhe studentët, si ishin shkolla mesme, talleshin edhe flokët I kanë marrë ngjyrën e kokainës. Kishte gati italianët janë me shumë humor. Dhe hyri në krizë direkt Torino, se Torino është Fiat. Nuk është si Milano, Torino është qytet industrial. Dhe momentin që hyri në krizë Fiati, dolën në një dorë brenda një muaji 23.000 kasa integracioni. Asistentë sociale që I themi ne. Dhe normalisht gjithçka ra. Dhe filluan shkurtimet dhe në shkollë. Dhe normale do shkurtohesha unë se unë isha më pak I kualifikuar nga të gjithë punonjësit e tjerë shkollës, ata kishin me vite që punon, unë kisha vetëm një vit e ca. Po nuk ishte opsion që ti të gjeje një mënyrë tjetër për të punë tjetër punë tjetër jo, duhet transferohesha në qytet tjetër, ta nisje gjithçka nga e para, etj. Por unë mendova këtë. Po shkoj në Shqipëri, se kisha letrat I kisha. Po shkoj në Shqipëri, po marr dhe diplomën, se më kisha mbet për pak gjë. Dhe është të shef tjetër I ndryshe kur I thua që jam me shkollë të lartë. Patjetër. Është normale, kudo që të shkosh, kur I thua jam me shkollë të lartë, arte, për më tepër, prit njerëz. Dhe kjo ishte ideja, që të shkoj të marrë dhe shkollën, ndërkohë këtë I gjendje dhe të rregulluar, se ekonomia italiane atëherë ishte shumë e fuqishme. Do e merrte veten shpejt dhe e mori. Sara Berlusconi e rimori Torino për një herë. Mi po mua më filluan punë këtu dhe di që më I hoshi ajo gjë. Filluan ofertat për shfaqje. Cilat ishin punët e para kur ti u riktheve? Shifesh edhe ndryshe që vije nga jashtë nga Italia me një eksperiencë tjetër apo? Jo, sepse eksperjenca ime në Itali nuk ishte eksperiencë profesionale. Ishte eksperiencë jete. Eksperiencë jete shumë e rëndësishme në atë kohë. Patjetër, por nuk është se miqt ishin po ata të mirët, po të dashurit. Domethënë, erdhën, u kthema në shtëpi. Po nëse mban mend diçka që ti e more me vete, që e mësove atje, çfarë të ndryshoi nga Italia? Çfarë më ndryshoi nga Italia, ajo që thash në fillim, që më ndryshoi koncepti për çfarë do me thënë demokraci. Ose më saktë, çfarë do me thënë një vend I lirë. Një vend ku ti je I lirë, ku tu nuk je me skllav, ti nuk je me I burgosur. Do të zgjedhin se liria në fund fare çfarë është. E drejta e njeriu për të zgjedhur vet. Kjo është liria. Për të zgjedhur vet jetën që do bësh. Dhe ne aty e mësuam që kjo është demokracia e vërtetë. Që ke ca të drejta, të cilët ti mbron shteti dhe nuk diskutohet edhe pse je I huaj. Dhe ke edhe ca detyrime që janë taksat, sjellja e mirë etj që edhe ato janë pjesë e bashkësisë ku ti jeton. Në këtë kuptim, kur erdha këtu dhe pash që gjërat ende ishim sado që flisjan telefon me shokët për çdo javë drejtë shejtan, se I kisha ato mundësi atëherë. Atëherë me çfarë të them, me 1200 lireta ti flisje 20 minuta nga gabina telefonike. Kishe edhe në shtëpi, po në shtëpi ishte I çik më shtrenjtë dhe ne preferonim për të kursyer 1 lek më tepër se ndihmonim dhe familjet. Dhe kishte galla dhe me të folur në shqip, pastaj po këta në qyfyret e Italisë. Po ti kur u riktheve, aty fillove domethënë karrierën tamam. Po, aty fillova. Aty ishte nisja e karrierës. Unë kam qenë student I mirë. Po. Kam qenë student që punoja fort.
dhe kam qenë student i mirë. Momentin që erdha u riintegrova më një herë. Më erdhën oferta për role që student, bëm shfaqje goxha të mirë dhe punë e diplomës e drejtë tanë, gjë që në një lloj mënyre na dha një spunto. Një ish drejtor. Kush kontriboi në suksesin tënd në raport me të gjithë pedagogët. Me brezin tënd Të gjithë pedagogët. Po jo, pse ishe ti më i veçantë? Jo, se ishe kishin shumë të mirë. Kam pas një mikun tim, Sokol Rugoj, që ka qenë aktor shumë mirë, dhe kursi me cilin unë kam filluar punë janë gjithë hasa. Ke Robert Budinën, po. Bujar Limanin, Eno Milkanin, jemi njëti kurs. Okej. Që duhen kanë qarë dhe kanë qarë vetë. Sepse ishin të përgatitur, pra nuk është se u spikata vetëm unë. Unë është aktor lëku që më bën një çik më të dukshëm. Po nuk mund të thuaj se Berti ose Bujari ose Eno nuk kanë arritë të jashtëzakonshme. Por që gjithmonë regjizorët janë një çik më në plan të dytë, janë mas kamerës. A ishte puna që ti doje të bëje? Po, prandaj nuk u ktheva më në Itali. Prandaj nuk u ktheva më në Itali. Sepse pavarësisht vështirësive që kishte këtu akoma, i kinin dritat e drejshit tan, isha i lumtur sepse në fund u realizova profesionalisht. Për atë fazë, sepse rritesh gjithje më tepër me kalimin e viteve, se dhe përvoja ka të bëj shumë. Po ka të bëj shumë investimi. Puna. Dhe ne kishim pedagog të jashtëzakonshëm, të cilët na edukuan, siç thoshte Vanjush Furxhi, i madhi Vanjush Furxhi, 5% talent, 95% punë. Dhe ne punonim fort, dhe ne kemi mbetur brez si punojmë fort. Shumë. Dhe kur thua punon fort, me çfarë rutine? Këtë të bukur ka profesioni jonë, që nuk është kur rutinë. Gjëja që e adhuroj, për shembull, unë nuk e shoh dot veten kurrë të bëj një punë zyre, me gjithë respektin që kam për atë punë, sepse është punë e ndershme dhe ajo, që të bëj për ditë të njëjtën gjë. Pse? Sepse jam mësuar në profesionin që çdo projekt është një kapitull më vete, është një histori më vete, është një eksperiencë më vete, është një sfidë më vete. Ti nuk mund të thuash kur u bëra artist në profesionin tonë. Sepse sot mund të bësh një mrekulli, nesër dështon. Pra duhet të jesh gjithkohës aty. Të përsosësh, të rritesh, të provosh. E thot Michelangelo i madh. Artisti që të ketë krye vepra duhet të ketë vepra. Pra duhet të kesh një vepra që të kesh pasaj ato majet e tua. Tani për ta bërë pak më të kuptueshme dhe për ata që nuk e din se si funksionon kjo fusha e aktrimit, ti merr përsipër projekte të caktuara gjatë të ofrohen si aktor. Po, të ofrohen. Ti janë ofruar gjithmonë, i ofrohen kujdo, apo disa më shumë, disa më pak? Shiko, është si puna e futbollistit. Është si puna e futbollistit, të mirin e blejnë. Okej. Po e thjeshtoj si logjikë, po e marr. Të mirin e blejnë. Kush i Zoti punon. Kush është më pak i Zoti punon më pak. Pastaj është e thoshte dhe besoj e thot akoma profesor Birçi, është fantastik. Ja sheshia Mejdani thot ai për skenën. Atje tregov vlerat. Po qëse ti punon mirë, nxjerr një figurë artistike të bukur, je një aktor profesionist, përsosesh, rritesh, tash përsosmëria nuk ka fund, e dim shumë mirë. Rritesh, atëherë të gjithë do vinë të ofrojnë rol, sepse u bën punën. Dhe ti kur merrje përsipër këto projekte, atëherë bëhet fjalë që ti punoje shumë fort. Punoje fort, domethënë rrije pa gjumë, duke praktikuar edhe duke u përpëlitur. Të krijosh, ne krijojmë. Aktori krijon. Krijon njerëz. Nga vetja krijon njerëz. Ajo është pjesa më e bukur që unë adhuroj profesionin tim. Kur ti e ngjiz fëmijën. E ngjiz, fillon i jep. E merr të vdekur. E krahason me fëmijë, rolet i krahason me fëmijë. Ne gjithmonë i krahasojmë, rolet janë si gishtat e dorës, janë si fëmijët, sepse ashtu është vërtet. Ne e marrim të vdekur. Domethënë unë po bëj një shembull mjekësor, ginekologjik. Marrim spermën, të zezën mbi të bardhë dhe ne jemi mitra. Ata që e sillin jetë i japim kocka, nerva, mënyrë të folurit, mënyrë të menduari, etj. Pra ndërtojmë botë, ndërtojmë jetë. Dhe çdo jetë njerëzore është një univers më vete. Çdo njeri nga ne, edhe unë jemi universe që ende jemi të pasbuluar. Dhe kur ti ndërton këto gjëra është shumë e lodhshme, se duket si hama çfarë thon, këta ma çfarë bëjnë këta, dhe aty thuj llafet. Jo. Në bazë statistikave botërore, aktorët janë ata që përfundojnë më keq. Narkoman, sepse narkoman
vetvrasës, me shqetësime psiqike, sepse është profesion i vështirë nëse ti nuk arrin të kontrollosh veten. Që famën ti merr për keq, pastaj shkon për keq, dhe vetë shkatrohesh. Po ti si arritet ta kontrollosh? Duke qëndruar fort me këmbën tokë. Okej. Duke qëndruar fort me këmbën tokë, do me thënë, duke mos i dhënë vetes këtë që se unë jam VIP, por duke qëndruar pa iner që kam qenë, duke mos i dhënë vet avantazhe profesionit tim, sepse kemi dëgjuar të thonë për një marengoz, ai ka duar flori. Kemi dëgjuar të thonë për një hidraulik, ai ishte artist. Çka duhet të them që çdo profesion i bërë me dashuri dhe pasion ka artin e vet. Profesioni jonë e ka këtë gjë, e ka shumë të bukur, por është i dukshëm për njerëzit. Momentin që ti pikërisht nuk arrin dot të kontrollosh këtë lavdin, këtë të qenurit person publik, nuk qëndron me këmbën në tokë, që të jetosh thjesht si njeri, në radhë parë duhet ish njeri i mirë, pastaj artist i mirë, atëherë aty mund të shkasin nga kontrolli çdo gjë. Dhe aty të fillojnë problemet me veten. Plus, ti duhet hysh në psikologjitë e atyre personazheve. Sepse ti i ndërton, mi po mos harros edhe ata ndërtojnë tek ty. Sepse ti gati njësohesh me atë figurë dhe merr prej tij. Unë marr një shembull, një intervistë të Val Kilmer ndjes pas mbas Morrisonit, mbas The Doors, me atë sinqeritetin e vet që thoshte unë nuk dija më kush isha kur mbaroi xhirimi i filmit. Isha Vali apo isha Jimmy? Dhe mu desh të futesha 8 muaj në shtëpi rehabilitimi për të rigjetur prap Valin, se më kishte humb Vali. Kur e ke pasur ti ndonjëherë këtë vështirësi pas një roli? Ndodh, sidomos kur je rishtar. Se pastaj kur krijon përvoja, ti ndërton dhe mekanizmat e tumbrojtës. Kur krijon eksperjenca, ndërton edhe mekanizmat e tumbrojtës, që e di, i bëj delete dhe e lë aty janë dhe ai shenja mbetet prap, por ti e largon. Ke pasur nevojë të shplodhesh pastaj mbas performancës edhe përfundimit të një. Është më çove në mend një ndodhi të trisht tani me betejën e teatrit, por nuk po i hy asaj. Të bën të reflektosh në fakt, po s'po i hy. Këtyre me që lam që s'do thellohen. Jo, thjesht ka kaq shumë për të mbuluar edhe do doja që sigurisht, unë po them vetëm kaq, që një aktor në një rol kryesor në skenë harxhon sa që harxhon Leo Messi dhe Ronaldo në fushë. Okej. Është energji e jashtëzakonshme, të ndrohen 2 palë këmisha gjatë shfaqjes. Humbasim gjysmë kile ne kur dal. Sidomos ata që kanë rol kryesor, kur ke rol kryesor, që bam gjithë kohës. Është energji që shlirohet dhe është energji që merret. Sepse spektatori të lëshon energji kur e ka vëmend, sikur një molekul, po themi. Një atom energjie të lëshojnë 500 palë sy, llogaritë vet çfarë force kanë ata aty. Thonë aktorët që nuk i diferencojnë dot rolet. Pse e tham? E ndërton ti, si do e diferencosh? E bën ti. Sigurisht mendimin e regjisorëve, mendimin edhe të kostumografit dhe të grimiorit dhe të partnerëve, se ata janë pjesë shumë e rëndësishme e punës tënde. Por e ndërton ti, si mund ta diferencosh? Si mund të thosh, ja, këtë e bëra më mirë, ti nuk e di si e ke bërë. Gjykon ai atje jashtë. Sigurisht me kalimin e viteve, me përvojë ti e ke të qartë, e kupton pak a shumë. Por prap është ai atje që gjykon se sa ke arritur. Prandaj edhe është regjizori, se përndryshe nuk do ishte regjizori. Nëse nuk ka nevojë për një sy të jashtë. Ku je frymzuar ti Neritan? Domethënë si aktor, po themi, kush ishin aktorët që ti i shikoje dhe thoshe? Po të gjithë. Ne kemi pas, fati jon ka qenë që kemi pas dhe pedagog. Edhe jemi rritur me ta, dhe kemi vjedhur për i tyre nga pikpamja. Jo, flas më shumë për aktorët huaj, apo jo? Po kishe më plot. Atëherë, kur ishim kalama, kur ishim qera 8 vjeqa, ishte Steve Reevesi. Dhe ishim Merkuli, Maqisti, si fëmijë. Më vonë, pastaj fillon ndryshonin gjërat. Kur shifje Brandon, se të ma gjepse ai vllai, ai zotria. Pacino, De Niro, Dustin Hoffman, tani ke Gary Oldman, se nuk po i hy emrave se ata janë... Shikoje filma? Shikonim Sheftas pra. Kishte edhe qiejtë të shoja. Për shembull, Katanin e dashuruam të gjithë, Michele Plaçit. Si gjithë shqiptarët. Sepse kanë këtë gjë sportistët dhe artistët, sidomos aktorët, krijojnë me një herë atë aureolën që i bën njerëzit dashurohen.
të dashurohen me atë që ka i ndërton. Me herojnë, ose dhe me anti-herojnë, se nga njerësh dhe anti-heroj është shumë i bukur në skenë. Neritan, si u përballe pastaj me famën ti? E menaxhove, the që e menaxhove, po si ndryshoi, po themi, jeta jote duke të parë njerëzit herë në ekran, herë në shfaqje, a unë djeve ndryshe, a ndryshoj diçka në rutinën tënde? Shiko, ta themi këtë, se duhet me e thënë pa tjetër, është shumë mikluse kur njerëzit të duan të vlerësojnë dhe ta shprehin. Është shumë mikluse. Okay. Kur të vlerësojnë, kur të respektojnë, është jashtëzakonisht, është, të bën të ndihesh jashtëzakonisht mirë, jo mirë. E bëje ti jetën e natës në ato vitet 90 në Tiranë? E bëju që i luanin fem. Po, çdo weekend tundim kokën, ishim të rinj, normale që kishim nevojë. Okay. Plus edhe ai realiteti atëhershëm nuk ishte i kollajt për ne shqiptarë, Shqipëria kishte po prap 1000 probleme dhe ne kishim nevojë të shfrynim, të shkarkonim. Por e bëja jo si VIP, e bëja si njeri, dilja me shoqërinë aty rrapalloshëm. Pra nuk e ke ndjer veten si VIP në raport me tjerë. Asnjëherë. Okay. Nuk e kam perceptuar asnjëherë këtë gjë. Kam vazhduar të jem po ai njeri me këpucë me qafa, me xhinse, domethënë që kemi natyrë që i flet njerëzve, mua më pëlqen të komunikoj, nuk mbaj që prit se po kaloj unë fare. Kush më njeh e di shumë mirë dhe ma thon shumë, mbi të gjitha ti je njeri. Më vjen shumë mirë për këtë. Okej. Pra ti shtyllat i ke pasur të ndërtuara që nga familja dhe kjo sigurisht pastaj. Edhe nga shoqëria, se dhe miq kam pas, dhe miq shumë mirë, se unë fola për familjen, unë kam pas miq të jashtëzakonshëm. Dhe kjo më ka bërë të mendoj që ka dy lloj artistësh. Artistë që duan artin, atë që bëjnë, dhe artistë që duan veten e tyre në art. Do thuash ti që është lojë fjalësh. Nuk është lojë fjalësh, është koncept. Ata që duan egon e tyre në art. Unë jam ky. Ata që janë narciz, që dola unë tani në skenë. Vagjush Fuxhiu i madh thoshte se ata të jepnin leksionet, ta jepnin filozofinë e profesionit shumë thjesht. Thoshte, aktori mirë thoshte është ai që hyn në skenë me bë mirë detyrën skenike, pra rolin. Ai aktor që hyn në skenë me ran sy te publiku, ai është fillimi i amatorizmit. Pra ti nuk ke hyrë të bësh, ti ke hyrë të biesh në sy. Ke hyrë në skenë për të rënë në sy. Është një diferencë shumë e madhe. Okej. Pra, ti zgjodhe Neritan të qëndrosh tek teatri dhe nuk shkove drejt televizionit, filmave, kinemas. Edhe këto s'kam dashur t'i ngatroj kurrë. Pse? Edhe kjo përparim. Sepse o bëj aktorin, o bëj showbizin. Po i ngatrove dyja, çfarë ka? Kush gjë më e bukur e aktorit, më charmante? Kuptimin misteri. Momenti që ti futesh showbiz, aty të humbet magjia e mistikës së aktorit. Prandaj unë dhe miqve të miq, kur më kanë pyetur do futem te Big Brother, kam thënë është puna jote, pa diskutim me zgjedh ti. Për mua jo. Oruj këtë profil, ose nëse ke vendosur të mos merresh me profesion, e të futesh showbiz, është okay fare. Është e drejta jote, zgjedhjen e bën ti. Por për mua, unë kam pasur oferta për Dancing with the Stars e tjerë me shumë elegancë, pa dashur kur t'i fyej njerëzit, i kam thënë, ju lutem kuptoni drejt, dhe nuk ma kanë marrë për tërës. Është më mirë kjo. Kur i përzihen të dy, shkurt dy kuën i sjellur dhe thotë shumë bukur populli, është vështirë të mbahen, sepse do të ngatrohen dhe nuk do dish ti menaxhosh mirë, dhe në fund fare nuk është se mua televizioni më jo shumë. Sepse televizioni është bark që nuk ngopet kurrë, do të hajë gjithkohës dhe nuk të lë kohë për veten tënde. Por tregon gjithashtu qasjen tënde jo materialiste në këtë rast. Po. Nuk jam natyrë, po. Kur jo them dimve të mi që babi ka pas një pala 8-4 vjetë në licej, nuk e besojnë dot. A më bab talësh, e thot Olta po, ashtu kemi qenë. Ndoshta ne u mësuam të varfër, por e varfëria na dha thjeshtësi. Edhe ndoshta kjo na bëri mirë. Sepse materiale, pa tjetër, duhet edhe materiale. Por të rendurit mas materiales të bën të humbas shveten. Po ti kur e ke kuptuar këtë? Herët? Nuk e se kam kuptuar. Ka ardhur instinktivisht. Më thaj me motor atëherë kur fillova të jetoja në Itali, që mora rroba. La busta paga.
Edhe më tha, tani mos mbaj shumë lek me vete. Se ne ishim mësuar në Shqipëri gjitha në portofol. Sepse në perëndim, me një dorë t'i japin, me një dorë t'i marrin, në kuptimin që ti ke lek, mi po aty ka aq oferta të bukura, sapo nuk u tregoi i kujdesshëm i mbaron për një javë. Dhe ishte e vërtet kjo, unë e parë ngela fryva syt, se qefi me dhe kishim edhe qef, ti blek këto atleza të bukura, po to ishin 190.000 lireta për shembull. Po do pagoje qira në shtëpisë, po do haje, do ushqeshe, do bëje, pra nuk është se i prisje me gërshër, si themin nga Shqipëria. Po mirë, po përsa i përket menaxhimit të parave, se si ke qenë ti për gjatë viteve? Cop. Cop, sepse nuk ja kam refuzuar kur vetes gjërat që jo qefet, pasionet, jo qefet. Ashtu. Po, për shembull, unë tani kur shkoj zgjedh të bëj pushime, nuk i bëj pushimet që të gjej një hotel, që shikon ku jam, jo. Që ta nxjerrësh në Instagram. Unë gjej një vend të thjesht që më jep mundësinë të realizoj gjërat e mia. Për shembull, kur vete në Eladh, gjej gjithmonë pika që kam afër dhe Miken, dhe Tirintin, dhe Delfin, dhe Dodonën, edhe Delfin e tjerë që shkoj t'i shoh. Sepse është një kulturë e jashtëzakonshme, një filozofi e jashtëzakonshme, e cila na shtroi rrugën e dijes neve të sotmeve. Çdo gjë rrjedh prej atyre dhe prej Romës. Ajo që kemi tani. Si nga sistemi politik, shoqëror, ekonomik, artistik, filozofik e tjerë. Dhe preferoj më tepër të bëj këtë lloj pushimi, dhe unë këtu nuk kursej. Se sa të vete një hotel të shtrenjtë të tjerë, kur fare mirë marr një shtëpi me qira aty, që mundësisht dhe nuk kushton shumë. Se nuk është se kemi sipas shtrim këmbët sipas organit, por ama plotësoj këtë anën tjetër që unë kam shumë pasion. Që e kam nevojë. Udhëtimi ti ke pasion, kulturën, po, eksplorimi. Për shembull, unë kur vete jashtë nuk bëj kurrë pazar. Sa të çantën që do e blej atje çik më shtrenjtë kam dhe këtu, nuk jam i dhënë drejt materjes, drejt materiales. Okej. Unë që të blej një gjë që të jetë firmato të tjerë, nuk. Je ndikuar ndonjëherë nga... Kur vete jashtë vete shoh o galeri arti, o site arkeologjike, o muzera, se për atyre mësoj. Çantën do e blej edhe këtu. Nuk do e blej cincis atje dhe nuk do mburrem e kam guq s'më intereson të mburrem ose xhinsin. Po, kur isha në Itali, ishim Levis, ishte 501 atëherë që ishte në modë, do e blenim, se ishim 21 vjeç. Po, ato gjëra ishin thjesht se të merrte rutina e përditshme, tani unë se kam problem fare, pa xhinse plasa aty. Një t-shirt hec. Nerita, më fol pak për gruan tënde. Jeri takuar në fund viteve 90, apo jo? Në të tmerrshmin 97. Jemi parë për herë të parë, ka qenë janar, unë isha asistent pedagog i të ndjerit dhe të madhit Agim Qiriaqi. Kursi 2 të regji. Gimi në atë periudhë ishte shumë i zënë me produksionin e një premiere të re, më tepër punova unë me kursin, ka qenë kurs shumë i fortë. Domethënë ka qenë nga kurset më të mira, janë djem me kërkesa. Djem me kërkesa që punonin, djem që nuk ishin nga këta që nuk donin me morë zanat. Thjesht, donin të... Dhe i me shoqi kishte shumë miqësi me artet, se dhe shkollat afër vet ajo ka qenë shumë pranë arteve, një kushurire vet ka mbaruar pikturë, pra ishte vinte shpesh te arte dhe kishte zënë miqësi. Siç janë, si ne në kohën tonë që njihnim dhe nga Inxhot, njihnim dhe nga juridiku, njihnim dhe nga filoqylcat. Po. Njihshim, sa po kështu quheshim. Për shembull, atyre të gjeologjikës lart të thoshim urithët. Pa të keq, ne na thoshim shkolla e qenve. Okay. Ne të artit skenikse bërim zhërvjellore, bërim babe bi dhe ushton të shkolla. Okay. Dhe kush kalon në brapa shkolla e qenve. Pra u njohët në atë. Ajo erdhi të shikonte provimin e miqve të vet, dhe aty jemi parë. Ka qenë një parë kështu. Ashtu? Po. Domethënë ka qenë tamam goditje rrufeje në një lloj mënyre. Si ka qenë? Unë pyes një mikun tim ngushtë që dha ishte. Si ka qenë të zhvilloje një romans në vitin 97? Po ishte shumë e bukur. Shiko, ishte kohë radikale. Dhe njerëzit kur janë kohë të tilla radikale lidhen shumë më fort me njëri tjetrin. Vërtet. Sepse është vetë koha, është vetë rrethana, është vetë atmosfera që të bën ta ndjesh shumë pranë atë njeriu. Ta fusësh brenda vetes, po të flasim metaforikisht.
Dhe pastaj, erdhë natyrshëm? Natyrshëm. Po jemi të dy tipa antikonformist, kuplimin jo të keq fjalë, nuk patëm pirje kafe të vogla të mëdha unaza drejt shejtan, nuk patëm veshje fustane zbar që janë shumë të bukura dhe ato. Ato janë krye vepër dhe këto. Pse jo? Tipa të tillë të dy. Okej, pra ishte zgjedhja juaj, nuk është se ishin rrethanat e kohës. Jo, nuk ishin ato. Ka njerëz që kanë shumë qejf dhe janë shumë të bukura. Edhe ato shkëmbimi unazave, janë rituale të bukura, mor zot. Ne nuk ishim tillë, ne ishim përdore, edhe sot e kësaj dite nuk kemi çifti formal për krahun, përdore prap njësoj. Po prap bëjmë gallat me njëri tjetrin, po prap vazhdojmë qyfyre, talli, çepetosemi patjetër, sepse jeta nuk është vaj e ujë. Okej. Por kemi mbet njësoj kapemi përdore akoma si atëre. Ajo është shpesh në krahun tënd për sa i përket artit tënd edhe performancave tua, është aty me ty. Ajo është gjithkohës. jo shpesh. Pse? Po jemi shumë tillë. Edhe unë jam aty për çdo gjë që e ka nevojë. Ajo është dashnore e madhe e arteve, domethënë jati. Ndërkohë ajo çfarë ka studiuar? Filozofi. Dhe nga kjo pikpamje ajo më ndihmon shumë. Okej. Domethënë është. Pra ti praktikon me të edhe... Jo, nuk praktikoj. Ajo të ndihmon nga ana e profesionit saj. Për shembull, unë lexoj pjesën direkt mas me do lexoja. Ka raste lexon dhe ajo përpara. Se unë nga që s'jam i zoti me elektronikën, e lexon ajo një email dhe i them bjer letrën, ma printo. Ngrive nga letrat, hajde. Dhe i lexon. Dhe gjithmonë pasaj fillohet edhe ky debati si duket roli, si është karakteri, si është marrëdhënia, si është konflikti etj dhe ajo në këtë anë futet te mendimi. Dhe të ndihmon shumë në zbërthimin e personazhit. A ka pas xhelozi nga ana e saj? Kur. Sepse është edhe natyrë kritike, nuk pëlqen kolla, që në 5 vjeç e çonte në operë Invjer. Domethënë nuk është që ua shkëlqysh me gjithçka. Jo, është natyrë kritike dhe mua më vjen mirë. Okej. Domethënë që thot njerë, kjo po, dhe kjo është gjë shumë e mirë. Po përsa i përket xhelozisë mirëfillt, Fare. Jo. Fare, po e di çfarë bëj. Sepse ti, dakord, po nga që ke qenë i dukshëm vazhdimisht edhe në rolet e tua. Nuk e kam, e di sepse ajo e di fare mirë që unë nuk e du fare atë dukjen. E di sepse ajo e di fare mirë që unë kur shkoj diku nuk shkoj që të them erdha unë tani po është edhe kjo me mua, përkundër ka ardha jo më ka marrë zvarr edhe mua. Shiko, ndërtohen marrëdhëniet tjera. Pra, ju keni qenë bashkë edhe të qenit bashkë me njëri tjetrin gjithë këto vite, sigurisht krijohet edhe një miqësi që ke nevojë pastaj për t'i ndarë gjërat. Është ora se thuhet duket si slogan kjo gjysma ime, është vërtet më gjysma ime. Unë e them, e kam thënë shpesh herë, jam djalë me fat, dhe kur them jam djalë me fat, është sepse kam njëri të tillë në krah. Dhe ja them shpesh se Busho i thras tani, se vëm këto emrat ke për Bushundi, Busho, Pipituku, që ka pas shu. Her pas herë ndëshrohen këto përgëdhelirat që janë shumë bukura. O Busho i thash i ditë, unë nuk e di si do ishte jeta ime pa ty. Unë pa herë, kështu më ja fut kotash, jo të betohemi thash. Dhe vërtet nuk e di si do ishte jeta ime pa Oltën. Qofse tani në krahun tim nuk do ishte Oltën, se e mendon njeriu ndonjëherë, si do ishte? Nuk e di. Ose si do ishte jeta ime pa teatrin, nuk e di. Por ti dukesh i përmbushur dhe kjo është... Për fund fare këto janë ato kënaqësi ta bëjmë. Absolutisht. Ju keni 2 djem. Dhe për sa i përket prindërimit, ne kemi folur bashkë dhe kemi diskutuar dhe mua më pëlqen qasja jote anti-teknologji elektronik që ti e ndjen të rëndësishme për fëmijët e tu. Unë nuk kam lejuar të ma edukoj askush tjetër fëmijën. Okej. Djemtë e tu kanë qenë me libra herët. Nuk kanë rrjete sociale. Djemtë e mi janë nga ata që vinë shohin si të arkeologjike. Në çmosh janë tani? Tani janë Marku 22. Joni 20, kanë hyrë. Do me Marku në qershor bën 22, mbush 22, Joni në maj mbush 20. Pra janë në vitin 22. Nuk kanë rrjete sociale? Nuk kanë Facebook, nuk kanë Instagram, kanë grupet e WhatsAppit që merren me shkollën, me drejt, me shejtan, email etj këto mjetet domosdoshme të komunikimit. Marku është i prirur shumë drejt shkencave shoqërore. Joni dhe ai, po Joni është më racional. Por, do me thënë, ajo që mua mi ka shpëtuar fëmijët kanë qenë pikërisht se unë i kam edukuar me sport dhe me art.
Që herët? Që të vegjël, që 7 vjeç, që 6 vjeç në basket. Ndërkohë që këtej nuk lini shfaqje pa parë, nuk len film pa parë, nuk len libër pa parë. Domethënë nuk ka pas probleme mësuesit e letërsis së Markut, se joni shprehjet më pak, kurse Marku është më moni që më thoshin si ka 13 vjeç ka lexuar Bukovskin, më tha një mësuese vetë e letërsisë e tij, thash. Si e ke lejuar? Nuk e lejoj, thash jo bab, por unë nuk jam imponu kurrë, bëj kështu si them unë. Pra ata thjesht kanë parë shembullin tek ju, besoj, dhe janë ndikuar. Edhe është biseda, në familjen tonë bisedohet. Domethënë një nga ne shqiptarët duam shumë fëmijët, po kemi një problem në edukimin e tyre që ne i urdhërojmë. Mos bëj këtë se them unë, bëj kështu si them unë, jo, është mënyra më e gabuar. Pra nuk kam zgjedhur anën autoritare prindërore, kam autoritet. Domethënë të dy e dinë kur flet babi. Ciu. Por nuk e kam autoritet se të myta, se të griva, se të jo. E marrë, ul, i them 1, 2, 3, kjo kështu, ky është prindërimi. Dhe ata shprehen lirshëm me ty? Shumë lirshëm. Shumë lirshëm. Okej. Domethënë Marku nuk më ka fshehur kurrë asgjë. Megjithatë, thuhet se sigurisht brezi më i ri ndikohet shumë edhe nga shoqëria. Si kanë arritur ata që t'i shpëtojnë kësaj? Ky është i gjithë problemi më i madh i prindit modern, kuptimin e prindit të ditëve të sotme. Ne e dim fare mirë çfarë edukatë japin fëmijëve në familje. Se asnjë prind nuk do ta edukojë fëmijën keq në familje. Problemi është kur deli jashtë, pastaj gjen një realitet komplet e kundërta. Dhe ai ti do ta përgatish të përballojë dhe atë realitet se nuk do rrish këmban qelçi. Patjetër. Sepse unë i shifja, kur ishim me pushime që ishin më pranë familjes, ishin të edukuar, të sjellshëm, të qetë. Sa fillonte java e parë e shkollës 10 ditë që vinin arrogant, bullizonin njëri tjetrin sepse atë shikonin në shkollë. Ajo ishte që ndodhte në shkollë dhe reflektonin në shtëpi. Dhe gjithë problemi ishte ky, si ti balancoje këto dyja, që atë mos bëheshin palluqe të japnin tjerët në qafë. As mos bëheshin dhe ata si ata. Dhe pikërisht kjo, art, sport dhe miqt. Pra koha e mbushur me këto. Po fillojt njëjtin lagje, aty do t'i marri gjitha vezat. Momentin që ai e mbush kohën, shkon në stërvitje, mo qoftë ha dhe një picë me një kole me çunat e basketit që bëjnë si familje, se sporti këtë mirë ka. Absolutisht. E kam provuar vetë. Sporti është edukim. Nuk është sport thjesht muskuj, të forcon karakterin, forcon dëshirën për garë, të forcon dëshirën për fitore, që janë pjesë karakteriale shumë të forta të njeriut. Edhe të kontribuarit në diçka më të madhe. Patjetër. Shumë bëhet si familje. Ai Marku edhe Joni, çunat e skuadrës ishin si familje. Bile njerë bëri Marku një gabim, u mërzit se nxori trajneri dhe iku nga stoli dhe erdhi te muq po e shifja. Më erdhi baba, çfarë bën këtu ti thash? Ma ka përmend 3 vjet më mbrapa sa mirë ke bë baba, më ke thonë. Që të këtë të o, po e presori, e trajner. I ka ti thash, nuk litë familja vetëm i thash. O piku, dhe mas 3 vjetë me ka të Samir ke bë. Pra, është kjo është dish të balancos të gërshatosh të gjithë elementet që ai të rritet një fëmijë i shëndetshëm. Çfarë kemi në detyrë si prind? Të nxjerrin qytetar të mirë në jetë. Absolutisht. Fëmijë të edukuar, të sjellshëm, që dinë të ndajnë të mirë nga e keqja, të gabuarën nga e drejta, dhe të mësojnë për vetën e vetë. Unë kaq kam për detyrë si prind. Pastaj rrugën do të çaj vetë siç e kam çarë unë. Ka shumë prindër sot që e bëjnë nga e mira, po prap për mendimin tim bëjnë gabim, që duan t'ia bëjnë gjitha gati fëmijës dhe e mësojnë që nuk di të bëjnë më gjë. Se ka pritur gjithçka tek të bërë babi dhe mami, që gabuar. Po ndërkohë ata jetojnë me ju, nuk zgjodhen të largohen për studime, për Marku tani po shikon për master jashtë. Edhe tani po është i rritur tani, se dhe ta largosh shumë herët nga familja. Nuk je dakord me këtë? Jo. Kur ka nevojë për prindin, shiko, ke nevojë për prindin. Okej. Derisa të fillosh. Unë jam larguar 18 vjeç në Ritan edhe kam qenë e përgatitur për këtë gjë, Patjetër. Po është edhe me tip. Po. Por ta largosh shumë herët. Jo, më mirë le të rri pranë familje. Familja ti e di ke ikur vetë larg herët. Të formson. Familja është kur e ke aty është tjetër gjë. Dhe në fakt ata të kanë parë ty që jo vetëm aktor i suksesshëm, edhe një baba
i përkushtuar mbas familjes, por edhe një qytetar shumë aktiv. Dhe aktivizmi yt ka rënë sy gjithmonë. Ti ke qenë shumë vokal për sa i përket kam bërë betejat e mia. Ke bërë betejat e tua. Nga këto beteja, në cilët kam besuar fort. Nga këto beteja, kush do spikaste më shumë? Beteja për teatrin? Pa, ajo është apokaliptike si betejë, se mund të duket sikur jo është apokaliptike si betejë. Unë kam qenë aktivist, kam pashtruar dhe plazhe, kam lidhur dhe pemë, kam mbjellë dhe pemë edhe me Ramën si kryebashkiak dhe me Bashën si kryebashkiak, edhe me Veliajn. Se nuk i kam mbjellë për ata, i kam mbjellë sa herë hape një fushat mbjellësh. Unë me gjithë familjen, unë duhet kemi 22 pemë si familje. Nga të vinte kjo, Leritan? Kjo dëshirë për të qenë qytetar aktiv? Po, kush është një nga virtytet më të mëdha të njeriu? Se ne mësuam kohën e Enverit, kur nevoja, represioni na bën të krijonim karakter dhe virtyte për të përballuar atë dhëzun që tu ushtroi çdo sekondë. Të ketë kujdes për çka rrotull ti. Dhe rrotull ti nuk është vetëm familja, ajo është e para. Por është edhe qyteti, edhe pastërtia, edhe një grup shoqëror. Ti duhet të kesh kujdes për ata, nëse do të jesh një qytetar i mirë. Se të mbyllurit vetëm në guaskën tënde, po patjetër, egoist jemi të gjithë një çik. Egoja uni, për kur ai bëhet aq i ngushtë, ti nuk merr më frymë si qytetar. Po nuk mendove një çik dhe për tjetrin. Absolutisht. Dhe kjo më ka bërë që të jem, kurse betejë për teatrin, u bë ajo që s'kishte ndodhur në historinë e njerëzimit. U bë ajo, këta, ka bërë në historinë e njerëzimit se ka bërë njëri, më thoni një rast tjetër, kur parlamenti, qeveria, bashkia, policia, biznesi, kanë shkatëruar teatrin e tyre me dhunë në mënyrë antikushtetuese. Ku ka ndodhur? Unë po jap një shembull të keq për të treguar çik ballancën, Putini As me Putinin. Putini bombardoi Mariupolin, bombardoi teatrin, e mbaj mend gjithë, e ndërtoi siç ishte. Që ai është pushtues. Ai është pushtues, ai është agresori. E bëri siç ishte. Ne na prishën këta. Pse se ishte ngulur në kokë kryeministrit që e tha vet, kam 20 vjet që du me e prish. Të la shenja disfata e kësaj betejë? Unë nuk e kam parë kurrë si disfat. Ajo është fitoria jonë më e madhe. Aja të ndore kishte, se të kisha dhe unë dy plutone me Ranger sa si shefut kon policia aty. Ate ka ndore i të dërgoj 1500 policë. Pse e kam parë si fitore të jashtëzakonshme? E parë ne kena hyrë në Guinness. S'ka parë bota një rezistenci ajo. 2 vite gjysmë për ditë dhe 9 muaj 24 orë aty. Të gjitha protestat e tjera të Shqipërisë e thonë studentët rani shkriuaj për 2 javë, faf. Ishte e vetëmja rezistencia, ai nuk kem poshti dot. Dhe bëri aktin ekstrem dhunën. Pra, ne e çmendëm aq shumë sa ju detyrohet të bënte atë që ka bërë njëri në historinë e njerëzimit. Porque ka bërë njëri. E megjithatë, dhe kjo është fitoria më e madhe, që ne nuk u mposhtëm kurrë. U mposhtëm të gjithë, ne nuk u mposhtëm. Jo, mua pëlqen qasja jote pozitive në të parit të kësaj, se tregon që beteja pavarësisht. Dhe vazhdon beteja, se shumica u prish teatri dhe kujton, jo, aty i kanë letrat, kanë 22 pedi penale. Me shokun ton që kemi në Burg Durrës, Lalin, me gjithë fiqt aty. Ka Rama, ka ish ministri, ka ish drejtori i policisë, kanë, aty i kanë, një ditë do hapen ato. Le të mos e hetoj s'paku. S'ka gjë, do vi dikush tjetër që do e hetoj. Unë e kam thënë ditën që u prish teatrit, të nesërmen, kam thënë ai zhvarri juaj politik. E kam thënë publikisht, e kam thënë një fjalim që kam mbajt aty. Dhe unë e besoj këtë, në fakt. Ju e bët betejën dhe absolutisht prandaj ky do jetë varri i tyre politik, por sigurisht që shihet hidhur lart. Absolutisht. Dhe kur unë kam qarë pa fund. Ti del nga ashtu. Dhe tha dhe i me motor, 2 herë kam parë tim vlla, tha, që kishte thënë në një intervistë, duke qarë, tha, ditën që vdiq babai, se mami s'kishte vdek akoma, s'kishte ndru jetë, shkreta, ndjes pas dhe ajo, dhe të teatri kombëtar. Dhe kur ndodhi ajo, si pastaj e ngre veten, duke e motivuar të vazhdosh të luftosh? Ne jemi mësuar të ngrihemi. Ne jemi mësuar të... Shiko, është normale të biesh një jetë. Është njerëzore.
Forca qëndron të dish të ngrihesh. Dhe këtë nuk e them unë, e thot përvoja botërore. Forca është çohesh të ngrihesh, të vazhdosh të luftosh. Do hash një grush në jetë, po patjetër, do biesh nuk dan, po patjetër, po u çove dhe po vazhdove të luftosh. Ajo është aty ti ke arritur, për mendimin tim, se s'u ti bëj qefin vetes, po them si e shoh unë këtë gjë, aty ti ke arritur të jesh vërtet një njeri i fortë, po jo i fortë në muskuj. Se muskulin e bën kushdo në palestër, i fortë këtu dhe këtu. Edhe këtu, në shpirt, në forcën, për të qenë gjithmonë aty. Mirë keq, unë do luftoj. Është një gjë që më përket, e dua dhe jam i bindur që është gjë e aftë, do e bëj. Në këtë ditë të errta për Shqipërinë, Nerita, a je prapë shpresplot? Absolutisht. A je optimist se gjërat do të ndryshojnë? Absolutisht. Shiko. A janë djemtë të tu? Se shiko, lufta që bëj unë është edhe më tepër për djemtë. Se ne jemi i brez, kemi parë shumë, do me thënë, net nga 15 kanë që ta hedhësh në kom do bim. Më tepër bëj për fëmijët e mi. Sepse për fat keq, unë kam qenë së të ndjetori me të shumtit. Dhe mu detyrosh mua prap, u detyrova unë po prap 50 ca vjeç të dalë për të risjellë demokracinë në Shqipëri. Dhe kjo është gjë shumë e bukur. Mbetëm duke protestuar etj, por në fund fare ti bën diçka për vendin tënd. Është gjë shumë e bukur. Se sa të rish aty të shikosh vetëm me sapin tënd, po, patjetër do është. Po mirë është të bësh edhe diçka për te interesit tënd të vogël. Që shkon te interesi i të gjithëve një çik, te interesi i përbashkët. Kjo është përmbushja më e madhe, unë shpresoj që ti e ke përçuar këtë, edhe tek fëmijët e tu. E kam përçuar. Faleminderit. Ata dalin protestojnë, edhe ata. Faleminderit për modelin që ke dhënë. Faleminderit për këtë intervistë dhe këto mendime që ndave me mua. Ka shumë kështu. Dhe kjo është gjë për të përshëndetur. Po faleminderit që më ftove, Florian. Faleminderit.